qaku me 9 djema, dhe një nipë more I ka lind, emrin Jaka në Fuadin. Në vitin 45 ai shkollën e ka nis, por zemrën e tij të lirë e godasin pa mëshirë. Shërbëtorët e regjimit djegin kullën e rimit. Gjithë pjesëtarët e familjes janë gjithë jetë e rrimas, edhe burrat arrestojnë, në biruca I torturojnë. Plaku moqën mbi 7 vjet, dënohet me burg për jet. Të birin e tij me gjip e dënuan 10 vjet. Nën tortura e humbi jetën, nuk e ka një vallë të veti. Adilin Elbasa ane vazhdon shkollën 7 vjeçare. Rushdi Daja një mik me bes, e mban si djalin e vet. Në familje në kujdes rrin aty ai 7 vjet. Pat drejt burse dhe konvikte, merr shkollën pedagogjike. Për djaloshin në libra, ashtë vend pune për të s'ka pas. Mësues në fire qojnë, fshat në fshat e transferojnë. Në Qarrishtë në vendlindje vjen Adili me pushime, këtu në prani të tij arrestojnë Xhaxhavelin. Oficeri policis I drejtohet me të bërtit, ule kokën mos undi, pas këtij radhën e keti. Me kurajo e dignitet, ai fjallën napshti ja kthen. Shtet I mbajtur me gjelat, zgjidhje tjetër nuk I lan. Me Mustafa dhe Shajna, akun kanë vendos me kalu e pragun. Një prag vekje në kufi, ishte për 2 djemë të ri. Pas një viti në udhëtim, me shtet më shtet, o me shumë mundime, mbrin në vendin e liris, mbretëri të Suedis. Ka hyrë në jetën e tij
spanjoll dhe Julita Gil. E uroj këtë martes Geraldine nana mret nesh në kuvendin e Madridit në anë të legalitetit. Biqa ku ndjehet krenar, krah për krah lekës ta. Viti 70 ka atër në sallën e çmimit Nobel. Shqiptari për në Suedi merr diplom inxhineri. Pranë balkonit në bashkinë ngën flamurin kuqezi. Në qytetin e Stockholmit a dil biqa ku nderi kombi. Në qytetin e Stockholmit a dil biqa ku more ashtë nderi